Përshëndetje. Ku jemi këtu me parashikimin e datës 2 dhjetor të 2025. Duke se është një ditë ndryshe nga të tjerat, jemi akoma në fillim të muajit, një muaj të mbar, dhe ditë të mbar ju uroj dhe java e mbar, pse jo, ka të bëjnë shumë me çështje, me ndryshime dhe vendime shumë të rëndësishme. Kemi një aspekt mjaft të mirë planetar ku kemi afër ditën nga shiqetari që formon një gjashtkëndësh me Plutonin në ujor. Ky kënd rrit nevojën për çështje të rëndësishme, siç është puna, ekonomia, dashuria dhe jo vetëm. Kemi të bëjmë në lidhje me pasione dhe mundësira të arta, që lidhen shumë shenjat për ditën e sotme: Dashi, Luani, shiqetari, binjakët, peshorja, ujori, që kanë ndikime fantastike, ose ata që kanë ascendente, por shenjat e mësipërme ka të bëjnë shumë për njohjet karmike ose ndikime shumë të mëdha, lajme të forta financiare. Ditë e sotme mos i hiqni as një minutë pa shfrytzuar. Shikojeni, nuk e heq asnjë presje. Mos e kaloni, mos i na shkaloni, mos hiqni kohët, orën, ku di unë. Bëjeni tuajin gjithçka, sepse është diçka shumë pozitive për të trokitur, për të ditë është e juaja në çdo aspekt. Prandaj rishikojeni, sepse ka të bëjë shumë me çështjet që lidhen me anën ekonomike, financat dhe biznesin. Tani